Në datën 30 qershor pritet të jetë edhe seanca e parë juaja për çështjen Partizani. A jeni gati, zoti Berisha, për të përballur me këtë çështje me prokurorët dhe a keni besim tek trupa e gjyqtarëve të GKK-s? Spari, komenti im është vetëm ky. Personalisht ne të interesuarit dhe trupa e avokatë e mbrojtjes nuk ka gjersot në dorë vendimin e marrë nga gjykatësia që ka dërguar çështjen për gjykim. Nuk kemi vendimin. A mund të imagjinoni ju? Edhe kjo ndodh. Të gjitha tjerat do të përcaktojnë konsulta me avokatrit, e cila është jashtë kësaj sale. Dhe pyetja e dytë, zoti Berisha, kandidat Partisë Demokratike kanë hedhur pretendimet të tyre se ju është tjetërsuar vota. Pra në momentin kur është numëruar vota për subjektet e partisë, pra kanë siguruar pamjet filmike, u kanë dalë ndryshe kur janë numëruar votat për kandidatët. Pra ndryshe ka vota një kandidat i Partisë Demokratike ku numërohet vota për partin, për subjektin, dhe ndryshe u dalin votat ku numërohen për kandidatët. Dhe a quhet kjo një farsë? Tani, ajo që zhvillohet në KQZ do ta kenë të qartë të gjithë shqiptarët se qëndrimi i parë, numër 1, i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë madhështore është ky. Nuk pranojmë legjimitetin e këtyre zgjedhjeve. Prandaj dhe nëse keni ndjekur, ne kemi paditur çdo qark për legjimitetin e zgjedhjeve. Dakord? Dhe kemi dokumenta të pafundme. Ky është qëllimi i parë i yni dhe 2. Transparenca është jo që është parimi pa kundërshtueshëm, është e drejtë e pa kundërshtueshme e çdo individi. Në këtë kuadër, Partia Demokratike nuk pengon asnjë kandidat të saj që kërkon, jo që nuk pengon asnjë kandidat të saj për të kërkuar transparencën, por do t'i mbështes me qenë se ligji nuk i përligj ata, nuk i përligj kandidatët, që duhet i përligjte për mendimin tim, sepse kandidati mund të jetë dhe i pavarur, apo jo. Por në kushtet kur ligji nuk i përligj dhe duhet autorizimi apo duhet mbështetja e partisë në këtë proces, se cili që kërkon transparencën do mbështetet pa asnjë lloj paragjykimi. Edhe njërë, nuk ka paragjykim. Pra, duhet t'i dallojmë këto dy gjëra. Partia nuk njeh legjimitetin e këtyre zgjedhjeve, prandaj dhe po kërkon për çdo qark. Tani Osman, e marrë vesh atë punë. Mendoj se as unë as ju nuk mund të flasim për vjedhje, për gjërat pa provuara. Ata që dyshojnë se u janë devjuar votat, ata ne u themi u mbështesim për transparencë, por kjo nuk vjen. Nuk vjen se partia ndan dyshimin e tyre. Jo.
Nuk vjen nga kjo. Po vjen sepse partia respekton plotësisht të drejtën e transparencës si drejtë e patjetërsueshme e individit. Kjo është. Tani, se jemi këtu, Edi Rama, ju e dini, në 2009, pasi nuk paraqiti dot asnjë fakt, asnjë dokument, asnjë provë, në asnjëherë nga instancat e sistemit shqyrtimit të ankesave për zgjedhjet. Asnjë. Pasi kaloi çdo afat 3 muaj më vonë, ose 4 muaj më vonë, doli me kërkesën hap kutit. Hap kutit. Ju kujtohet. Hap kutit që të marrish vizat. Hap kutit që të bësh këtë. Kutit s'ishin duar time. Dhe unë i them, shko në prokurori, paraqit faktet, ti të marrë një prokuror ka taka me hap të gjitha kutit. S'kisha asnjë pengesë po. Vetëm Edi Rama, 3 ditë pas zgjedhjeve, kur Blerina sa mi mori Olta votat, në fakt mi mori Rama ishte, se vetë kuptohet, po të Olta e ke tek familja Rama, sa ata janë shumë të shkryer në aksione njëri me tjetrin. I kanë aksionet në dhërmja, se ku i kanë, kush i më vërë. Pra, mi mori, tha, 2 herë se tha dot. U të roshta partia zgabor, tha, Blerina. Atë s'mund ta bëja unë, kur? Jo. Do transparent. Unë edhe në parti, ka plot njerëz që thonë, jo, nuk e numër mirë, jo, më është bë hile, po do hajde numëroj. Merë kamerë, shqyqyr tani ka kamera, edhe për votat ka kamera, meri kamerat, meri kutin, hapi, mos për to. Kjo është gjë më normale. Kështu që ka dy qëndrime të kundërta. Të kundërta krejtësisht. Njëri respekton parimet bazë, tjetri shkelmon parimet bazë dhe por mbi parimet e narkoshtetit. Po ke pati, ajo që është interesante se raporti, lexojeni, në proporcion shumë të madh, i kushtohet mediave. Nuk kanë ata asnjë kur, asgjë përveç respektit për mediat dhe fjalën e lirë. Nuk nisen kur nga ideja të shtrikzojnë mediat, të demonizojnë, jo, në asnjë mënyrë. Përkundrazi timbrojnë dhe vetëm si timbrojnë. Dhe këtu konstatohet kur lexon të raport, lexon fytyrën e vërtet të diktaturës. Ke pati. Edi Rama nuk lejon transparencën. Intelektualët e lumit i ndalin zot. Avokatët e krimit i ndalin zot në media. Në vend se transparenca është e domosdoshme. Pra, ndaj dhe ka një shqetësim shumë të thellë për ta mbyllur me 2 fjalë të raport. Ky raport shpreh shqetësimin gjerë në thellësinë më të madhe për gjendjen në Shqipëri. Dhe ju garantoj që ky është vetëm fillimi. Prap, është mbushur dhe stërmbushur kupa. Le të bëj ç'të doj. Edi Rama, nga ky realitet që ka krijuar nuk del dot kurrë më. Problematikat që adreson ky raport, veçanërisht për standardet e zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues në Bashkimin Evropian? Problematika që adreson ky raport, veçanërisht për mungesën e standardeve të zgjedhjeve, a e penalizon Shqipërinë në procesin integrues? Pa asnjë diskutim. E penalizon thellësisht.
Dhe ata e thonë, falni. Mirëpret ambicjen, thot. Mirëpret ambicjen e Shqipërisë për të përfunduar negociatat e antarësimit deri në fund të vitit 2027. Qa do thot? Ti ke drejt të thosh, s'ka. Por, thot, rikujton se vendet kandidate kalojnë për transformimet të thella për të përmbushur kriteret e antarësimit gjatë negociatave, të cilat zgjasin sa është e nevojshme për të implementuar reformat e nevojshme. Thekson nevojën për të forcuar transparencën, përgjegjshmërinë dhe përfshirjen e procesit të antarësimit, përfshir dimensionin e tij të parlamentar, parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtoj sistemin e kontrollit të balancave. Po kush ta lexoj? Ajo që e nxjerr Don Kishotin nga Janjari? Ku mund ta lexoj ajo këtë? Ka i bën thirrje Shqipërisë për të shpejtuar reformat për të forcuar sundimin e ligjit. Ka sundim ligji. Të luftoj korrupsionin dhe krimin e organizuar. Të pres lidhet pa Edi Rama, Taulant Balla, Elvin Hoxha, Belinda Balluku, edhe kjo Spiro Gjoka, se kot nuk e quajta Spiro Gjoka, unë jo. Të siguroj mbrojtje e drejtave thelbësore dhe të bëj përparime në fushën e lirisë së shprehjes, lirisë informacionit, pluralizmit. Indirekt, raporti thot se pluralizmi është në rrezik. Pa shkon çështja tek pluralizmi, që nuk do të ekzistonte kur. Dhe pavarësisë së mediave. Parajmëron kundër çdo veprimi që mund të dëmtojë sistemin e kontrollit dhe balancave. Kush t'ia lexoj asaj? E kuptoni vetë ju? Sa e papërgjegjshme është? Thekson detyrën e parlamentit për të respektuar vendimet e gjykatës kushtetuese pavonesë. Pavonesë. Thekson rolin themelor, thekson detyrën e parlamentit për thekson rolin themelor dhe të pazëvendësueshëm të parlamentit për ruajtjen e kontrollave dhe balancave. I bën thirrje Shqipërisë për siguruar përgjegjësi demokratike. E kuptoni apo jo? Përgjegjësi demokratike, domethënë këtu qëndrimet janë për demokraci së shpirt njeri. Nuk çdo rresht që lexohet në raport, ju lutem lexojeni. Çdo rresht që lexohet në këtë raport bën autopsinë e narkoshtetit.